Dramë e re ka shpërthyer këto ditë në rrjetet sociale duke vënë përballë dy ish banore shumë të njohura. Bëhet fjalë për Xheneta Fetahun, ish konkurrente e shtëpisë më të famshme në Kosovë, dhe Igli Takon, ish banore e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Shkak kanë bërë disa poza të fundit të Xhenetës, të cilat sipas fansave të shumtë të Iglit janë një kopjim i qartë i pozave karakteristike të Igli Takos. Kjo ka sjellë një lum komentesh dhe akuzash në drejtim të Xhenetës. Interesante është se të dyja vajzat janë aktualisht pjesë e programit në një televizion, megjithëse angazhohen në rubrika të ndara. Ky fakt e bën përplasjen e tyre virale edhe më të komentuar. E vënë përballë këtyre akuzave, Xheneta ka vendosur të mos hesht. Përmes një story në Instagram, ajo ka reaguar ashpër duke hedhur poshtë të gjitha zërat. Ajo ka publikuar një kolazh me fotot e saj dhe ka shkruar: "Duket se edhe pozat që kanë pronë tashmë. 6 muaj që bëj kështu foto, por hajt se është koincidencë. S'blej komente, nuk krijoj fake account dhe nuk merrem me askënd. Mos më përfshini në dramën tuaj. Unë s'kam nevojë për llogari fake për të ekzistuar. Puçi. Ishte mesazhi që Xheneta shkroi për fansat e saj dhe jo vetëm. Mesazhi i saj është i qartë. Së pari ajo mohon të jetë kopje duke thënë se ka më shumë se 6 muaj që përdor këto poza, dhe së dyti u dërgon një thumë të qartë akuzuesve duke lënë të kuptohet se nuk ka nevojë për drama apo llogari false për të tërhequr vëmendje. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.